Publik I dashur para se me dalë këto dritat, kështu jetën zëgjonin veti Apenis, është po Apenisi, ama pja japim mundësin kë menis, e me s'peban edhe kë mut që shep ka baja kolege ju në të kërë ka paralajmëruat materialin që do t'jetë pas nisi se jetoni thot e dini aja emisioni ma I shikuar në vend dhe kështu jeton mirë se dhe në emisionin e 110. Pa mirë se gjitha, mi që mi kesha në emisionin 110 për 110 javë bashkë me ju, mos harani për qefin e juj edhe për qefin tonë me boni subscribe në YouTube, aty jeni të Alsati. Si gjbije fjala. Edhe boni një subscribe, sepse juve nuk ju kushton asgjë, për neve është një mbështetje e madhe. Kështu që mos harroj me cek, që tha dhe Fadili kejnë fillim, jeni me emisionin më të shikuar në vend, në Breaking News, ne trajtojmë tema jo konvencionale. Her pas here ka dhe konvencionale, po kryesisht dominojnë këto të cilat ne I trajtojmë që të tjeret I shohin, kanë qef, dëshirë, por nuk guxojnë, se për me guxu du të me pas guxim. Kështu që, mirë se u takuam, Shoku Fadil. Qohë më qik dhe dil të kara, sërish me mirje ta qela. Anë dhe ka po njere jetan tash, ju ke kap qikës lëshodh me arblerim kështu në treshë ta shojnë publiku. Qohë më qik dhe dil të kara, sërish me mirje ta qela. Qohë më qik dhe dil të kara, sërish me mirje ta qela. Ja kanë shumë prompter. Ja kanë shumë prompter. Ja ka hek on. Jo, ja ka hek presje. Qohë më qik dhe dil Ja, të ja. kara, sërish me Ja, mirje ta e ka qela. boj. Qohë më qik e dil të ora. Ta, Dhe veç ja ka... tek ara. Tek Ara. ara. Ja kanë gjitha këtë prompteri. Edhe kjo as nuk e ka ma të voglin ide, as qka është të prezentu, as qka është të thonë. Mekanikisht, a e ke po, Fadil se, kjo është një temë që du të më diskutu, sidomos në mediat në Shqipni, pa dashtë. Blerim thirëm për mrina. Me qel varë, kështu në kuptimin, me full tash për mediat, si s'na ta kam. Ama ngom, mire ka blerime, më falë që më të tërprej. Ajo atë fjallën që e tha, nuk e thatë që shethojmë na. Po dhe tek ara. Tek ara. Ama e thojmë penis. Po jo, mirë, me gjitha dhe kur flet Shqip duhet me pas të qartë që mund është keq kuptu se se cili vilajet e ka dialektin e vetë. Na e diskutume dhe sot, për shembull në Gostivar është Zhdrëp, Hip më pëdrum. hip më pëdram, e që ta këtë ymer e kom bo nuk e kam. Hip më pëdram, Fadil, qërë, nisen. Na sot ishte me të kalzohën në diqka. Për shembull, a ka sepse publik... ma dekontekstualizan Jo. edhe ma nëzirë për këtë në Shqipni, për shembull, Shqipni, sidomos me mbjemrat e Kosovës, bojnë huqje flagrante. Flagrante. Qështë është? Atje e ka lutë si këto peci. Vjemë. Aja ka ndodhë në Kosovë. Ngom të është të regoj. Po. Për shembull, e kemi pas një arsimtar që i theke mëso gomar si baba mëso baba. Po ka shumë në E nëcikë. tasha është baba gomara në zonë si gomar. Aty një presje e lun komplet më habetin. Ma abetin. Edhe këtu... Për një presje njës të dhe i Shumë ka në një njerë, ku e ka lu? Pa të ngojna. Hajtë të ngojna njerë, blirim që të materialin me kongë. Të kara, sërish me mirje ta qela. Qohë më qik dhe dil të kara, sërish me mirje ta qela. Nese. Qatë apostrofin kër ja ka qitë, Ja ka... edhe nuk e ka shqiptu mirë shejtania. Po se se vetë me këqyri bazon, shumë shumë italisht. më i qik, Dil tek ara. Edhe kështë me dhimi. Krejtë shumë konë Po regull. kërja hjek apostrofin, bëhet, Bëhet leval. Ora bëhet, leval bëhet. qysh bëhet, velqën Jeton, ne kemi thonë që do merrem me këtë punën e Do divorceve. merremi. Divorcet në Maqedoni, i kanë mush këto punë të avokatëve, po mënoj, ju kanë dhënë punë shumë avokatëve se jo shtëpia jam banesa, kur të ndohen. E na kena zgjedhë një material
që e kanë pyet një Zoj për në kohën ma herët kush i ka fajet për këto divorcet. A dhe të lëshojnë a vlerëm se interesant është. Na po vinë edhe të divorcet, a mendani për çka është shkak që po divorcohen që ka shumë? A dim për çka po shkak? Fajtore jonë edhe nonat e qikave. Se nona em kur jo martu ka thonë e ke dasht vet po, e ke marrë zonin nuk du me tanje. Atje fjallë të burri, len të burrit, nonës i len këtu, edhe s'kena baj. Tash nonat, i mësojnë qikat veç mrapsht, shkoti, kaljo me adjalin, re, këqyri senet, apo të pëlqen, mos pëlqeft, haj qika me sonë e kom hjekën, ju mos jekni jo. Të tonat kena hjekën. Po, të tonat e kena pas një ndryshim diferent prej nonës kur jena martu të të burri. Po, edhe ne jena martu të reja, po ju kena përshtat që aty me folë s'kena folën, s'kena kundërshtu, edhe sot valla jena që jena plakën. Bash dikun mirë, dikun keq, e kena ka përcy një jetë shumë të mirë, kena fëmijë të mirë, ju dëshiroj kejtve nonave, po me pas lumëturin me fëmi edhe me reja, po sidomos nonat, mi eduku vajzat në frymën sa ma të mirë, sa ma durushme. Pa duru nuk ka rahati. Edhe na kena duru, edhe ne kom duru, edhe ne kom hjekën katon. Po, edhe ne kom hjekën, edhe kena duru. Jetën, kur kom thonë unë që për ta edukuar një gjenerat, duhet 20 deri në 20 vite para lindjes, ti thajshë shumë pëhin fejlit. Felki. Ta është tregan me vëlla, tha kena hek në katon, e kena diskutuat temen, se ve u dajte për prindërve, tha shkollën nga. Po shkollën nga. Jepja një rënë ti se i kiqe, nej se këtë temë bashkë nuk i kiqe, ti. Jo, kjo temë që duhet më diskutu se one me zonin në fjallë, pjesërisht pajtona, mu më impresionoj mënyra se si e artikulejt këtë gjën. Kjo tha që kemi jetu në katon edhe rrjedhimisht moshat e cila kjo e kishte, se dia ishte shkollume, po e përdori një term, ndryshim diferent, që më do term që kjo vjen si pasojë e lexueshmënis, ka lexu. E ka kap libra, na, me dorë. Po, edhe mosha saj, si me thonë, nuk korespondoj me që ato çka ajo e folke, në aspektin e durimit, ose në aspektin religios, sabri, është gjo e jashtëzakonshme, me pas sabër, me pas durim. Se vendën stop që të martesat sabër du të me pas. Por, çka është shumë e rëndësi, unë mendoj që na duhet me dalë pe kësaj fabule e cila vajzat duhet me duru. S'ka nevoj me duru, duhet me pas dakordsi e me pas harmoni. Të pjesa e pompozitetit që ja bojnë nënat familjaret që shka të dhe të në regula të, unë u pajtova pik për pik, po që si shembull, nashta mund të ketë edhe baba, jo vetëm nëna. Dhe më thonë, në këtë kuptim, se dia kesh i qartë në artikule. Blerim? A më ke kuptu tema s'pari? Unë ty të këmë kuptu, po këna me bë kështu. Për shembull, këna me bë pjesa e parë e emisionin 110 për shembull jetoni, tani ti del për emisionit, pjesën e dytë e vazhdojnë. Okej, me pjesë. Me pjesë. Jo, unë du mja demantu. I kom thonë, du mjanis, me dhirë, kanë i mizafer, dveçan, që po më ganë, s'po më ganë. Shkruna poshtë. Kur mësafer në emisionin Breaking News nuk ki me pas, sepse për t'ja dhanë këtë hapësirë, mësafirëve me ardhë këtu mu promovu, e me folë, e me rejnë poplin të qenë unë e ti bashkë me një ekran njëherë për njëherë nuk lejaj. Ti banë. A e kupton për shkak dhe thiri, thu, qëfar me ndoni edhe a i thët, unë me ndoj se është bëjnë investim televizioni, është bëjnë investim emisioni, blerimi, ekipi, ademi, qazimi, a i vjen hazër. Edhe thët, unë me ndoj se, paguan ata, kush me nënë paguan, që shi bjebe se që ka e kam frizurën që kënej. Ngo, mund të ashtë të dëmentoj... Ka të lesh të allazin të mirë të rem. Mund të ashtë të dëmentoj me një video të shkurt, jeta paralele. Këshirë se për që të të lash mja adhon renin kështu që me... Më ngull. Me sharru. Okej, hajde dhe kjo. Ku ga bua mbla? Qërja gji instinktina si komper, që grupu jashka të këshirë atje. Shanta Gucci.
Se ja dha miren, le vlerim, le se që znallit tash, a vedin edhe sta prek mjekrën tash, shka do të me thonë qëto. Dëmëna i shkreti që e bjen lekun, me qërap të shkyne, kjo i ka hinë guqit. Ja, nga kjo zonë në ndërrume mund të ketë rogën e vetë, edhe këshyrë Ti guqit. tash Aj, dilin gjia. A gjithit e gollë lusani. Ja, ka mundësi, ka shumë mundësi që dilin gjio, jemi vogël demokrat, ka shku, ja ka bënë zëtë rësh. Ja. Apo këpten? E rëshë këma. Bënë zëtë rësh. E kur ti thush bënë zëtë rësh, normal që të shkyhet ka pak. Pasha zotin, Shkyen që ropat. lerim kë me lanë këto me folë kë qëtë ata fajtor, bile. O pa bësh, unë jem si lëqi. Sapon, visht kapë dhe i, këtë sen. Jo. Na jena jetën të jetu bot tjetër, dhe ma bot tjetër prej asaj zonjës që tha. Unë e ti jemi gjenerat kur, unë e maj menve im shku në përodat burrave, jenë ka në të frangjijat kështu, atin që jenë ka për pushka. Edhe i plakja të ndodë, veqja pa i ke për shamal. Oj, fisnike. Ja, falë të vazhdo, se ki mirë vëllaj që të majicë. Kolla majicën. Oj, fisnike, pa i ke, blerim të ajo frëngjia kështu. Oj, fisnike, ka nërë nipët, ape bjen qatë bukon, ja bajsha, o daja filan, pas të ka nithë i ke. Nin, qysh nin, më zbajga. Pre qitash vish kur vishin pitet, vapë, sofra, krejt. Se qa qysh niti, bre. O, nin. O, zët nin. Ne jetën deri sa mereme me divorce, deri sa mereme ti manreq mu majicën, deri sa unë ti së në mereme i vesh këto 2 vete, ke po 2 jine së në mereme i vesh për qështje që i prezentojnë atje. Unë kam tjetër menim ti non-stop këqyrë me arsitu të sene, ati ne ka dollë gishti si komper, aja këqyrë atje qantat, para do ditëve Amerikanët në hapë. Po, pse bojnë veprime të tilla se na, se cilën veprim të e ke dhonë shumë bukur, e ke mësu në libra, diko, që në qofë se aktori nuk e përdor pushkën e borën. Do të me vra regjisori. Do të me vra regjisori. E të rëmë ti a ma njëra gjyrat pucave ka jene më të mira libri. Unë menaj që libri e ka... I ri. Libri i ri e ka njëre më të Unë mirë. menaj që librat që janë të vjetër, e kanë aromen shumë atë mirë se sa këpucat jo siper po mrenë. Gjyra. E tash. Që ka me rëndësi, pse na i bojmë këto veprime, sepse dojna me të regu lirshmërin që kemi në emision, na qështu jena, ju kështu jeni. Qështu jena dhe në kafe, qështu jena dhe popullin. Për këtë arsye jena këqërni edhe popullin qështu janë rejtë, dikush jakën, Jo, s'ka lidhe për jakën, po për shumë, pse mbron ti e të komponi tendencë, për shumë në emision, kur janë këto punë të divorceve, je pak si ka feministin, mbron femnat. Se thot, dilin gjiu, ka shansë që ja ka të lu, sa ne gishtin kështu, aja e merë rogën, edhe ka drejt ka pak me këshirë. Po ka mundësi. Ani me bleja një parë qërap, ha? Ani ka mundësi, po aja o është idhnushëm e ta, nuk dënë mja blejë qërapa. Që është blerim? As thojtë si kishë prej shkrejti. E po tash, a pe kuptën, dhe me thonë, hale. Ka mundësi që dukurve i hanaj, se kejtë shumica që... Kësi lojave në sani, ngonë, gotash. Ma lesin në gjysë që të pa hajtë. Kur gjon jetën nuk ka rasisht në emisionin tonë. Tash unë po du me mbrojt edhe, nashta nuk kam beta jenë na me promovu, po du me tregu që na një femën e kemi NASA, edhe është shqiptare, edhe është kogja atje të ata satelitat, të ata, që thëmë blerim aty në, se pa harroj, që këqyrin? Ja, të teleskopat. Edhe na ka informu që për krejt atë anijen që anis për hanë këto ditë. E vërtet, është edhe është interesant. Lëshuë se... 60-a s'ka pas në televizit tjilë. Blerim këmë menon që janë veç ati kunder gjimnisë femrore në stop baj materiale, që? Për herë të parë, pas 50 vitesh, NASA po dërgën astronauta përsëri në hanë.
kanë bet vetëm edhe 3 orë deri te lancimi i kësaj raketës, që ka me dërgu 4 prej këtyre astronautëve në një mision 10 ditor rreth Hanës. Ky është misioni Artemis 2, i cili ka për qëllim me dërgu astronautët rreth Hanës vetëm për me testu apo funksionon gjithçka para se me dërgu Artemis 3, i cili ka për qëllim uljen e astronautëve në Hanë. Misioni Artemis do ta ketë një rrugë orbitale pak më ndryshe se sa misioni Apollo, do ta shfrytëzon gravitetin e tokës që me marrë shpejtësinë kozmike me u drejtu drejt Hanës, pastaj kur të rritet Hana, Hana në një farë forme ja merr anën e raketës edhe sjell në drejtim tokës prap, derisa të vinë edhe të lshohen poshtë në oqeanin paqësor me parashut. Kjo po ashtu do me thonë që astronautët po shkojnë qaq larg përtej Hanës sa që po ja kalojnë edhe Apollos me distancë. Do me thonë do të jetë momenti ku njerëzimi ka udhëtuar në distancën më të madhe që ka arrit ndonjëherë. Çka është interesant me cekër që kur astronautët do të jenë në pjesën e prapme të Hanës duke fluturuar, po ashtu do ta humbin komunikimin komplet me tokën. Kjo i bën që do t'i kenë disa orë ku janë vetëm ekuipazhi pa kurfar komunikimi me qendrën e NASA-s këtu në tokë. Do t'ju afrohen Hanës deri në 8000 kilometra lartësi. Deri tash është njëra prej raketave më të fuqishme që zotron NASA. Dhe siç përmbrenin pjesën e sipërme do të jetë ky moduli Orion, në cilin astronautët do të jenë ulur në këtë pozitë për 10 ditë me radhë. Pra kur bëhet lancimi, pjesa më e madhe e raketës shfrytëzohet vetëm për me dalë jashtë orbitës tokës. Në momentin që në jashtë orbitës tokës do të jetë vetëm ky moduli që do t'i kryejnë 2 rrotulllime të plota rreth Hanës e pastaj kthehen në tokë ku zbarkohen në oqeanin paqësor me parashut, ku pastaj është edhe ekuipazhi që shkon edhe i merr astronautat. Misioni Artemis është duke shkruar histori për momentin. Do me thonë jemi duke jetuar në një epokë sikur në epokën e Apollos kur i dëgjojmë historitë që na duken ekstrem interesant. Kështu që unë vetëm dashta më ju informu pak për misionin, sepse ky mision është vetëm duke i testuar domethënë sistemet si po funksionojnë, sepse Artemis 3 e ka për qëllim uljen e njeriut në Hanë. Lancimin e kësaj anije kozmike mundeni me pas sonte në televizionin e NASA-s direkt, i cili do të bëhet sonte në ora 12:24 i natës me kohë Kosovë. Faleminderit shumë motër, vlerimi bëta e dim se shqiptarët s'kan shku në Hanë se i kanë kamp në tokë jetën. Na jena me kamp tokë. Tash të e ngu këtë publiki jemi dashur, tha kam i hub komunikimi për disa orë sepse e spjegoj shumë mirë, mëni me e pa në emision. Po atëherë kër jenë shku në Hanë, ka zhvillu teknologjiet, më do këtë që s'jenë kanë herën e parë. Kështë, une ku i kam dilemat, në ta përsun kapnin për viti, po t'ikon të vitet e 60, a blerimi mën dherem sheq ato që mës të gabojnë a vitin. Po na të regonë saksisht 59-60, dikon që ato mund tjetë viti. Kështë, një fotografi që e kanë bon atë ko, edhe që kanë ngrit dilemat të jashtë zakonshme. Jo, kanë ngrit dilemat të jashtë zakonshme se po e përkthej kështu, a e ke pa dikush kur nuk donë më të folë në rrugë, a më te donë me kriju percepcionin që ai nuk të pa. Unë edhe Ademi, hipotetikisht, ai mu më sheh njëjt, edhe unë Ademin e shoh njëjt. Apo më kupton? Në 69 shumë po dhe. E po mirë. Domethënë uqa kogja serioze, po me gjithatë, me vitet 60. Tani, qa është shumë e rëndësi? Fotografia kur është bo, fotografia kur është bo, fotografia kur është bo, jo është shumë e rëndësi, fotografia kur është bo, unë kam qep me mësu, është bo nga pozicioni anej, edhe kur është bo nga ky pozicioni andej, për shembull nuk u kon fotografia e njëjtë. Është një huqje shumë e thjeshtë. Apo më kupton? Nuk ka mundësi, kur ti e bën fotografin, më dollë që ka hona ma e vogël, vazhdo se shumë seriozisht e ke kohë. Edhe, kur të bëjsh fotografin pe anej, me dollë tuka ma e modhe. Lëri ma e more vesh? Ha? E di, ja. Apo më kuptën që po ta? Ideja... Ideja është publikut që ta është veç atë të më kështu, të kuptova, më kështu a dalë kënej fotografia. Dhe më dhanë, kur e kam bo pej hanës kënej, tuka ka dalë ma e modhe. Kur ka dalë prej tukës me bo hanën a nej, hanë o dalë. Edhe, qka është shumë e rëndësi? Qka është shumë e rëndësi? Moje men, mësë rreq atë, se folëm në mas të shku shpica, shkruje, qka është shumë e rëndësi? Qka është të rëndësi? Ashtë me shku të korona denti.
Po, me që të fort shuhet, çka ka? Është me rëndësi na me shku të korona dentit e sponsori jonë. Po. Mirë bona blerim që na qove dhe në Prishtinë, dhe në korona dent. Prej në hanë na zvriti bu. Të korona denti. Hale kjo dynjo, dikush ka halë me shku në hanë, na i kena së të halë tona me shku me nresh në edham. Të korona denti në Prishtinë, Dardania, të ju pret një stafi mrekullueshëm. Edhe doktori jonë, miku jonë, Shefki Hoti, njeri fantastik, qka i përket shëndetit oral, atë mëni me kry punë. Kështu që në Prishtinë, Dardani, të korona denti, mos harani, qika qke? Na shkojna me marketing edhe që aty rrimë. Po, qka është me rëndësi? Shka me marketing? Qka është me rëndësi jeta? Do ma me rëndësi, jetë blërim. Zotin, a publik jam i dashur, deri sa shku në reklamat krejt ma ka kallëzo, i thashin gomë, mos ja kallëzo dhe sta dhe njerë publikut se ka shansë më ju silë. Jenga. Lejben, mjaja së nga. A di migra biciklës me vëlla? Une di migra biciklës, po... Njaja, plumute me zvashtë. është shumë e rëndësi. Mo. A ke po... Unë kalzoj aty në mo mu. Unë me ty kom halë se me publikun në regu. A ke po një sen? Ku? Që, në qovë se ki maramendje. Cilët. Cilët shpia që atë është. Vesh do të me lëshu komen e majt pe ka uqit ose djatën më të prekët tukë. Se të bëjsh të gëzimin. Si ta marrë orientimin të. Mo, nuk cilët shpia. Mo në men që vedhan. Nashta kjo ke në ti mërmot komplet e pa nevojnë me bërë që... Ja, qka më ka kallëzo mu, do më për fotografin që ja bon në hanë publik jam i dashër, unë si dalë qëtash me 2 kom tokë, ka mu kështu mu shtërngu në koqa. A di me ngra biciklës? Pse s'më më qëtë? Po, na biciklës i në ngra mati. A i kemi biciklës? O, biciklës i në ajit mati. Po, dyjeja menojnë, populli jam i dashër. Materiali që do të vjen e kena për, si me thot, dëshira jeme është që rinia, këto materiale që i shojnë në misionin tonë, po në për rjetët sociale, mes mi avon vetëm scroll, po nestër me menu diqka dhe me implementu dhe të na. Farë gjetje geniale, ku shë ka më vëjtë? Norvegjia, normal, Norvegjia, Japonia, qëto. Tani hinë vetë bra, se s'din mo shka me vëjtë. Ketë njës të meqëm shkojnë jetojnë në Norvegji. Ata që jenë pak më të meqëm, shkojnë në Zvicër, ata që jenë shumë të meqëm, shkojnë në Japoni. Mr. Ambassador of Norway, can you give me, please, the passport? Ja li për shtëtësi. Ja, lesë zbate. Vona. Mo me thonë një qësi mekanizme, ne ka vëtë në që është për pjetë. Mire, po, se si bi i primet dhe qësi mekanizme. Qërë lirim që punë gjithë me bicikl, qërë? Pse ka një plak metalike që duket e çuditshme për gjatë anës rrugës? Në Norvegji, nuk është thjesht dekorim, por një dizajn publik kreativ që e bën jetën shumë më të lehtë. Shumë qytete norvegjeze janë ndërtuar në kodra të pjerta, dhe për njerëzit që shkojnë çdo ditë në punë me biçikletë, sidomos të moshuarit ose ata me lëvizshmëri të kufizuar, ngjitja për në shtëpi mund të jetë shumë e lodhshme. Për ta zgjidhur këtë, qyteti ka instaluar një ashensor të veçantë për biçikleta. Ideja është e thjeshtë. Gjatë ecjes, vendos një këmbë mbi një platformë të vogël të ndërtuar në pistë, ndërsa këmbën tjetër e mban në pedal. Sapo ta aktivizosh, platforma të shtyn gradualisht ty dhe biçikletën përpjet me rreth 8 km/h, duke të çuar në maje pa asnjë përpjekje shtesë. I njohur zyrtarisht si sistemi i ashensorit për biçikleta, aktualisht është i vetmi në botë. Që nga instalimi i tij ka ndihmuar shumë njerëz të kapërcejnë ngjitjet e vështira dhe për shkak të veçantisë, është kthyer edhe në një atraksion turistik. Shumë vizitorë vinë vetëm për ta provuar këtë ngjitje pa mundim dhe për të shijuar ndjesinë e arritjes në maj pa pedaluar fare. Pa pedaluar heq. Jetën e qëtë komën aty, e trusat pullën aty aktivizan, të kapë një farë hekri... Jo, s'të kapë kur gjë. Jo, vishë të ashtin komën. Vishë komën të ashtin, edhe te ngjitësh majë kodë. Apo thu që ishka mirë ka vëtë në mënej qita? More me bo një pilot projekt. Krejt ka për pjece. Me bo një pilot projekt, edhe veç e qëtë komën, ja ba, mos më nëmiq. Qishke? Leve mos më nëmi se, pasha... Po zderimi i qesin ngojve të shqiptarët. Që unë altë atje, edhe thirë. Brajmo, e treta është e jemë. Ko pasha zë, ko me ditë me bo
vaki me bo tena, qka din me bo zi. Tash, që të janë gjesi një farkungjit në një varin kesë. E unë qëmin, beben e unë gjatë kërk, ose që të maksikozën e i thëtë, që më nalë që tje. Rahmani të e priti të të beslema që shekojmë një Merë, merë se që erdhë. Sjena për kur që. Për kur gjë? Asë për kur gjë sjena. Që shkeve aja fjalla? Ja dhe kur pishe njeri që to, tani, më falë be Fadil se për më thirë nona t'i lejmrona. Na njëm të gjiru. Hajde, tonë. Ndodhin këto publiki dashër, të manë të gjiru thirë nona normal, lumaj që e ka nonën gjallë, kujdesu një për nonat gjeneti është të këmba nënës, kanë thonë, ke të tregu, po që të është të hupë, po për delë se... Jo, nuk ma hupë kur gjë. Këtë ideja është gjërat inovative, na nuk kemë nevoj mi shpik, Fadil. Veç mi morë e mi implementu, Fadil. Me i implementu, shkën, Norvegjit, thena i hall, edhe shfrytëzën, shkën e shef, fitën se vop, edhe dele këshyrat, lift e inë gjizën, e fotografën, e qënë ta marojnë. O vlerim, ko merë vesh këse, Allah vlerim, a jeti se me së nga troha. E vlerim. Po ko merë vesh jetoni na shoktat, po dhët vlerimi shoktat as një se kene të levez nivelizon. Vlerimi ka njerë del me trotinet, besoj që e ka dhe pak edhe për provojës, apo vlerim? Edhe... E vërtet është. Adin edhe faqet dhe që Po menoj, për ata që jenë të plot, ju bëjnë faqet, se neve vish më në bo ka po ki grejtë. Je, ti s'ma kur qonë hesë, se do... Kejtë po! Grejtë thot është. E jeton? Ne, o ja. Magari. Gomer. Jo jeton Magari, a përshë aja presja në fillim. Fadil Magari jeton... Ti ke që kuptohesh me qëllim. Jo, unë më tash me së më dekonstitualizo. Dekontekstualizo? Dekonstitucionizmi. Okej. Po më belgjen që gati e kime mësu, këdar. Dekontekstualizim. Mos me prej edhe me montu. A dy një se që një montira... Padela, mund me thonë për shamën. Torinolaringologia. Di me thonë dhe thorë kësi juturët në suprathane. Këta ke mësu gërgone. Dritani donë të dorën e dritës se donë të dritani. Ma tash më së më stilohë. Ja hypan majet pipit vidhit e kërkova langit e pipit. Zgëzën një hinë të tyne. E lidha kalin bërgarë dhe e gëzën me tha shvejt. Nuk e thëndë. Jeton, na unë gjithëm me bicikl kodrës për pjetë. Na Ahmet me lëshu. Tash, na Ahmet me marrë me Magarin. E vërtet. Hajtë shë pak Magarin. Bardo, hik. Publiki jo një dashër besoj që e dini kjo është një pjesë nga reality show. Po e bëri dhe donë të të hanta, moj. Farma. Po pra ndaj thonë gomar. Shqip prap aty. Jetoni e këshyrë do 24 orë. Hik tutje. Edhe në telefon e këshyrë farmen. Edhe e ka për qefi që shkrimtaren e një orësi, po të emë një të... Mimoza Ahmeti. Ashtë Mimoza Ahmeti kjo? Po. Që e ka thonë fjallën me punu, mës me punu. Po, e vërtet është. Shka kjo puna e Magarit? Shka e mëse ke Magarin? Nashta kjo më nejke me zbërthy qatë batuden që e kena kur dikon provojna me ofendu e i referohëm si Magar. Gomar. E kështu në rrë. Edhe kja e përshujti ta, për atë tha i thojnë ta Gomar ta se edhe atë të cilin e bën, dhe tha e hanë. Po të këshyrëm edhe diçka ka për të thonë Mimoza? Jo, para se me shkomë të Mimoza, thyrë atë shokin vete a kryaj Big Brother i Shqipnis, e kini shok të që e vetë. Po, e kemi një shok, A ja thoj me me as ja thoj? Po, pa tjetër, Korabi. Korabin e thirë, edhe i thot Korab, shka ka ndodhë, kush i kishë më shu plak, Korabi kretë. Edhe ketëm kalëzën. E shfrytëzojmë rasin me përshëndet Korabi. Korabi hes me 3 ekrana, publik, jo një dashur, të banë këto një... Pasionanti i këti reality show.
Edhe unë informona erë pasere nga shoku im Karabi për ngjarje të reja, sepse ne na u duam për televizion, na u duam që t'jemi në hap me vaktin. Se u konë baja që kjo pas bëhen në hap me kohën. Hap me kohën, mire, me ndrove, me vaktin. Me vakt. Publiki jo një dashur Kosova hupi se na në emisionin e kalum, thamë, nuk e dim rezultatin sepse emisioni gjirohet. Hupi Kosova prej Turqis me një rezultat 1-0. Ne atyre lejtarve dhe gjithë stafit të kombëtarës së Kosovës i urojmë çdo të mirë edhe sukses edhe veç përpara sepse na kanë bë krenar. Kanë lu një loj të mrekullueshëm, ka njerë se na zakonisht tojna jo referi na ban me hile jo në futbol, jetën qasë sa marëm veshën e ti kur të lujna, kështë privata, dhe në për këtë fushët, ka njerë të në vasa në fakë. E vërtet është, sidomos në sporte, po edhe në jetë, në faka, ha? Fati është... Oj, në faka jeme... Po, është edhe kangë, është e vërtet që duhet të keni, ose të kemi fat, gjë që në ndeshjen të cilën na zhvilluam në Kosovë, kundër Turqis, ne ishim të pafat, por që djelmosha tanë e bënën punën jashtë zakonisht me pasjen e dëshirë, por që edhe një, për ta plotësuar këtë, Maqedonia Leqës kish fat, po s'mujti hiq me lu, gjithashtu edhe Shqipëria, edhe qysh kombëtarja e Shqipërisë ka fillu me marrë një formë të cilën unë s'kom dasht kur me pa, nuk jam një asimir i futbollit tetin. Mirë, me gjitha nga pak ato një ori që i. Momentin kur futbolli luhet vetëm si profesionist, po luhet për kombëtaren dhe nuk e ka pak një pasjen pak ma të veçantë. Për kombin, për shtetin. Se qelat fëlderin e rrezikshëm. Na krejtë dim që atë lejtarët për shembull, Kosovës shumica luajnë për Inter, atje një gol e ka 70.000 euro, apetin. E kuptoj. Çka ka nevojë më mengo, atë jep një gol i merr parët. E vërtetë. Ama këto për shembull Maqedonia, kombëtarja e Shqipërisë. Mos e përfshi Kosovën sepse kanë dhënë maksimum. Jo, po thashun e për një dallim. Jeton, a din shqip? A di shqip? Po. Ka fjalën a merr vesh. Mentor në SMS pikni Safe City në gjuhë shqipe, a e merr vesh? Maqedonisht a e merr vesh me torë? Po numrat janë njëjtë, atë numrat edhe denar. Edhe denar po edhe kështu sa e ka marrë dënimin. Po çaja është me rëndësi, nuk ka me rëndësi, aja nuk thotë që po ta letojnë, aja të kallëzën edhe çaq. Unë du me shku pak ma larg. Po shkojna në New York. Hajde blerim t'i kallëzoj jetoni diçka se ja lidhi tani në material tjetër, hajde. Hajde. All right. Bof mirë. What's bof mirë? Good appetite, like enjoy your food in Albanian. Have a good meal. This is fire. All right. Bof mirë. Bof mirë edhe ty. What's bof mirë? Good appetite, like Edhe këtë enjoy your shqiptar. food in Albanian. Have a good meal. Ja ka qitë pak pasullin djekë si jetën dhe pe vande. Po pe djekë, pa. E ngon tash. Me vëmendje. Ti edhe publiku jo një dashur. Kryetari i New Yorkit i ka 12 milion banor. Po. Që i bije, si për shembull, një 6-7 Maqedonia. Afërsisht 6. Jo, që shpibja, 4,5. Që me stafet edhe të projnë. Në mëna i menaxhon një 4 Maqedonia e gjys. Qaj që thot të bëf mirë, shka të më thonë, kjo i interesant me mësu. Zahran. Po. E ne këtu jemi të folë, jetën këtu ditë gjua Shqipe, dënimet me tarë në gjuhën Shqipe, ministri thot kështu, Zavenski ministri thot ashtu, mirë ish ka për e me kam edhe në gjuhë Shqipe me tarë dënimi, edhe prej gjyqit me tarë Shqipe, po dy të qysh ma letë me rvesh për vendimin. Apo këpëtan, shteti kur drejtohet me të drejtu në atë gjuhën që te e me rvesh. E vërtet. Ne jemi qytetarë të Republikës së Maqedonisë, së Veriut. E vërtet është. Ti, jo, ende po i në proces. Me proces. Me gjas. Me proces. Shkojnë atë mënim të akëshirim qëtë material se, të mëmë, kryetari i New Yorkut mëson Shqip, e na kemi da probleme, ja vjen, ja zvjen. Lëshojsh të shojnë. Kur kam fillu të thash do të vinë këto porosit, vinë vetëm se në gjuhën maqedonase. Kështu që për neve normalisht se paraqet
problem dhe duhet të ngrismi këtë çështje edhe më lart. Dhe kështu që besoj se në takimin e fundit të liderëve për opinionin është diskutuar edhe kjo që gjitha ato gjobat vinë edhe në gjuhën shqipe, kështu që lideri i Vlenit e ka ngritur edhe këtë, do të thotë si pikë shumë e rëndësishme, po jo vetëm se këtë janë dakorduar, do të thotë edhe gjitha pikat e mëparshme në lidhje me përfaqësimin e gjuhës shqipe, sikurse siç është ajo tek uniformat, apo tek veturët, apo gjithkund tjetër, do të thotë që këto të rregullohen në bazë të kushtetutës. Kështu që qëndrojmë decit. Пораката е од информативен карактер. И истата се доставува на латинично писмо. Зошто? Заради тоа што комуникацијата која што ја имаме како министерство преку телеком операторите е најефикасна и најекономична доди во рамки на една порака, затоа е на латинично, не е на кирилично. I të nëntë është zëvendës ministri, e dim, poshtë është ministri i punëve të mbrëmshme. Ministri i punëve të mbrëmshme po thotë, neve, dallon data e deklaratave, po, ministri po thotë, neve na ka lavërdisë edhe ekonomikisht, për shembull me operatorët e telefonisë, që vish një SMS, me që pse mi që 2 SMS, a kur edhe gjuha zyrtare është maqanishtja, me i që 2 SMS ka 5 dinar dhe dinar, kështu ma mirë vish një APS, maqanisht. Po ministra, lidhive se teknikisht nuk marrë vesh shumë ka këto punë të IT-s, ama me një SMS mund është mi lidhë 2 linqe. Po, jo 2 linqe. Një SMS mundësën qatë shkronja, sa që... Jo, kjo link, të vjen link, banë bëki se cila shkronjë me koka një link. Jo, aja ta bën shpjegimin edhe të linkon të dënimi. Po, e po, pëse mësë me ka 2 linka që të, me një SMS? Po, adin qysh, kur nuk dënë, tani të kapet, a është kjo gjysë gote e zbrazd, apo e mështë? Që pak, për zbrazin? Po zbrazë pak. Mon, që kja është problemi? Problemin Balkan është i tillë që na për cilë e ka për të na për cilë. Vesh një gjë dijeni. Edhe jo qeni në politikë, edhe jo qeni jashtë politikës, edhe jo si pozit, edhe jo si opozit. Krejt një ditë, kena milion. Mos harani se mas një 50 vjetë ose 100 vjetë që po flasëm, asë një këto që ajin asë këna me konë. Kështu që mos jem një kasavet, letën javë njerëzve mundësin e veprimit, sepse për këtë punë të ke punit edhe një tjirë. Kur gjëmë ma shumë as ma pak. Bane punën e juj për cilën paguheni për i taksave tona edhe të krejt qytetarve. Ne kemi thonë në emision që minister, kryeminister është shërbëtor dhe kryeshërbëtori. Zëvendës kryeshërbëtori, qështu i thojnë nëse e përkthet në gjuhën shqipe. Absolutisht. Kështu që edhe leni veç të primegam, leni veç të forët para zgjedhjeve, ose para nëj vendimi, ose nëj dështimi që ka shteti, jo, bashkimi Europian, jo kjo, hygjim, hajde të ashtë të këthejmi të gjuha, të plasim, jo, e Shqip. Ka me zvete. Po, u të jaran na të ne, di që ka pëndohë? Po, dështëm politika, po kapëmi si kombe, nërme veti, ata për atje për të qanë raporti, po si keni punë mirë nërme veti. Po, pëngusi. A ty për pënguset politika, se... No, jo, no, krejtë të bashkëpunojnë dhe asë s'kemi të farë probleme ishë. Kështu që, jo të bashkimit Europian, mos i ngëni ata, ngëna neve. Ngëna neve, go fadilit ti. Se sigur të keni këto që pjavë dujna. Ajde që ajke, po shqiptari, ngo mu, po fadilit. Mu, le ata se, ata s'dim gjo. Sa në të mirë, ditë në jetoni. Kështu që, ajo, se s'të harrojnë e Mimoz Ahmetin e ka thonë një fjallë të mirë, ajo ka njësë më më pëlqyrë dhe mu të ashtë të me këqyrë farmen shka kuja saj. Që ka thonë për punën dishka, një fjallë? Pse më duhet me punu me shatë edhe me lopatë ose me ra murit me kokë, me thonë që po punoj? Pse duhet njeriu të punoj në tërsi? Njeriu punon që mos punoj, more. Që në këto më falë? Pse më duhet me punu me shatë edhe... Blenim? Se duhet na të punojmë tash për të mos më punuar? Qëre, ishë me thella jetën. E thella është. Dhe ma të ti me punu, me ban kapital, të ne i kapitali di që shme punu. Që një ditë mos me punu, e ta ne kur vjen që e ditë,
Do të mja njës me blej lashe me qëto që... Ja, kja Matrix, në Matrixin të cilin jemi na. Për shembull sistemi shkollor. Çfarë është Matrix për shembull për audiencën tonë? Se çto të prita. Që ta të kallëzoj. Do të sistemi i cili është i menduar deri tash që po del pi kontrollës. Po. Çao? 40 minuta. Sistemi i cili ka qenë deri tash populli jam i dashur ka qenë me shku në shkollë, shkolla me kriju punëtor, punëtorët me shku në rrugë, me dalë në penzi, që tha jetoni me penzit, mi marë hapat edhe me hecë. Edhe me qure. Këja sistem, gjenerata e repi thëjnë Matrix, e këri pa dhe filmin Moti, që na ka spjegu këtë punë, në mëndë sistemi i arsimit është i ndërtonë për me kriju punëtor, pastaj ai punëtor duhet shumë të punoj, të hinë një kredit banesor, krediti banesor, shko në marketing lirim, se ditë të spjegoj në këto batë sabah. Shko se bolë, thash. Populli jam i dashur, emisionin 101 i erdi fundi... 110? Visht ashtë të këshyria i koncentrumbe. Pasha zotin më nga mu shmenje, na? Ja, normal, se ne për këtë punim këto. 101, 100, 110, Ja, 110. Mos mi hanon. Asë njëherë, jo më qëvarë, të shka jam non jo, bukamër, papi, në përbore, në përshi. Kujdes. Të gjitha rjetët tona sociale i keni online dhe e keni mini prekjeve, mini gisht. www.alsat.mk të gjitha lajmet e sakta. Mësë haroni publik, krejt lajmet më qëni, krejt portalet i marrin lajmet tona, dhe mani i huazojnë. Tash, për marrin për shemë lajmin Prishtinë pak atë në chat GPT, për thëtë riformuloma, rikapituloma, që di qka, ama kryesisht, mos haroni sepse në tregun online të medjave shqiptare të mencioni, e mban televizioni Alsat. Kështu që për të mos më shku rotull, direkt. Në YouTube e keni emisionin tonë dhe gjitha emisionet dhe lajmet tjera, në Instagram, aja gjenerata e Instagramit i keni edhe atje, në TikTok në të gjitha. Por, edhe në rjetët tona sociale, Fadil Veseli dhe Jeton Zogjani, emisioni jonë, gjithmonë bëhet share ato. Share aty e keni. Kështu që nga unë Jeton Zogjani dhe... Fadil Veseli, në dhe mirë, shqemi në emision e radhës. Respekt, në shkruaj. Knatësi. Knatësi.